Edhe çështja e fundit me të cilën do ta përmbyllim këtë hutbë është çështja e cila ka të bëjë me një pikë shumë të rëndësishme. Një pikë të cilën duhet që ta kemi parasysh, e ajo është mësimi. Mësimi edhe leximi. Ne jemi ummeti i cili krenohemi dhe jemi krenar se shpallja e parë e cila ka zbritur ka qenë Ikra, pra lexo. A jemi ku jemi ne me leximin? Kur kemi përfunduar një libër prej fillim deri në mbarim? Kur e kemi lexuar librin e Allahut? Ndoshta ka qenë Ramazani i kaluar. Ndoshta me muaj të tërë ky Kur'an mbledh pluhur në rrafta. Kur e kemi hapur librin e Allahut, të lexojmë diçka. Ta lexojmë fjalën e Allahut, ose ta lexojmë fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose çka dim ne për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka dim për të dërguarin e Allahut? Dim ne për lojtarët, futbollistët. E dim historinë atyre, e dim sa vjeçar janë, e dim se ka bashorte, e dim sa golla ka dhënë këtë sezon, e dim se në cilën ekip ka luajt. Krejt me emër me mbiemër, e dim sa fëmijë ka grua, ka dashnore. I dim jetën e këngëtarëve dhe futbollistëve, edhe artistëve, e dim jetën e tyre deri në pikën e fundit. Çka dim për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Ta pyesim veten tonë. Nëse e duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ta mësojmë historinë e tij, të lexojmë për jetën e tij, ta marrim si shembulltir pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Edhe në të dërguarin e Allahut keni shembulltir më të mirë. Pra ta dëshmojmë këtë dashuri ndaj Allahut duke lexuar librin e Allahut. Ta dëshmojmë këtë dashuri ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke praktikuar sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.